10 janar, shumë gjëra të përbashkëta. Dhe të gjithë besimtarët ishin bashk dhe I kishin të gjitha të përbashkëta. Veprat e Apostujve 2:24. Një nga tiparet më tërheqëse të kishës së hershme në sytë e botës pagane përreth saj, ishte stili komunitar I jetës së saj. Çfarë I bashkoi njerëz kaq të ndryshëm, Helen dhe Judenj, të rrethprerë dhe të pa rrethprerë, barbarë dhe skithas, sklevër dhe të lirë? Kolosianëve 3:11. Jezu Krishti. Përveç Tij, nuk kishte asnjë shpjegim tjetër për bashkësinë e këtyre të krishterëve. Që nga ato dite deri më tani, kisha ka qenë gjithmonë e bashkuar në një shoqëri unike e të karakterizuar nga disa të përbashkëta. E para është besimi I saj I përbashkët. Kisha e hershme nuk mblidhej në bazë të përkatësisë etnike, të arsimit, të interesave apo të diçkaje tjetër. Përkundrazi, ata janë nënshtruan jetët e tyre të larmishme një besimi të përbashkët në Jezu Krishtin si shpëtimtarin e tyre. Edhe sot, darka e Zotit vazhdon të jetë një shprehje shumë e qartë e këtij uniteti. Për ne ka një bukë dhe një kup, në të cilat ne marrim pjesë si një trup I vetëm. Jezusi është buka e jetës që na ushqen dhe na bashkon. Së dyti, ne kemi një familje të përbashkët. Kur besojmë në Jezusin si shpëtimtarin ton, mirëpritemi në familjen e Tij, bashkë me besimtarë të tjerë dhe kemi të njëjtin atë qiellor. Kjo lidhje familjare e ka përcen madje edhe atë të familjeve toksore, sepse familja e besimit është e përjetshme. Si të tillë, ne duhet të kujdesemi për interesat e vëllezërve dhe të motrave tona frymërore. Nuk është vetëm e trishtueshme, por edhe kontradiktore, që ne si besimtarë të mos e duam njëri tjetrin, sepse ai që do Perëndin të doj edhe vëllain e tij. 1 Gjonit 4:21. Së treti, me hirin e Perëndis, kisha e vërtet përjeton edhe ndjenja të përbashkëta. Një version më të vogël të kësaj e shohim në ngjarjet sportive. Çdo tifoz individual është I ndryshëm, por së bashku ata përjetojnë një ndjenjë, një bindje dhe një qëllim të përbashkët. Ndonjëherë ata krenohen së bashku dhe ndonjëherë shkurajohen së bashku. Në mënyrë të ngjashme, si anëtar të së njëjtës familjeje, ne marrim pjesë në gëzimin, paqen, dhimbjen dhe pikëllimin e njëri tjetrit. Siç tha Pali, dhe në qoftë se vuan një gjymtyr, vuajnë bashkë të gjitha gjymtyrët. Në qoftë se lëvdohet një gjymtyr, gëzohen bashkë të gjitha gjymtyrët. 1 Korintasve 12:26. Metafora e Palit në atë kapitull është ajo e kishës si një trup. Si besimtar, ne jemi të ndryshëm dhe kemi pika të forta dhe të dobëta të ndryshme njëri nga tjetri. Dhe kështu, ne krijojmë një trup që funksionon më mirë I lidhur bashkë se sa veç e veç. Kufizimet dhe dobësitë e mia plotësohen nga pikat tuaja të forta dhe anasjelltas. Të gjitha familjet kanë vështirësitë dhe betejat e tyre, dhe ne të gjithë jemi mëkatar. Kështu që është e lehtë të harrohet privilegji që I përkasim popullit të Perëndis. Kur ishte hera e fundit që e falenderove atin tënd për familjen tënde kishtare? Kur ishte hera e fundit që hodhe vështrimin përreth një të diel dhe pe vëllezërit dhe motrat e tua të mbledhura së bashku dhe more zemër, duke ditur se, me anë të hirit, je bërë pjesë e kësaj familjeje? Bota jon, ashtu si në ditët e apostujve, është plot për çarje dhe vetmi. Njerëzit janë të coptuar, të friksuar dhe të humbur. Por ne, trupi I bashkuar I Krishtit, mund t'i ofrojmë kësaj bote një bashkësi të thellë dhe një të ardhme të përjetshme, të mbushur me shpresë. Ju keni mundësinë të bëheni vetë duart dhe këmbët e Atit tuaj qiellor, duke hyrë në jetën e njerëzve, teksa I ftoni ata në familjen e Tij. A do ta shfrytëzoni mundësinë?